Oriku fiton një ndeshje shumë të rëndësishme në transfertën e Shkumbinit. Në Peqin, skuadra bregdetare fitoi me rezultatin 1-2, ndërsa u kthye në shtëpi me një fitore shumë të rëndësishme. Skuadra tregoi shpirt gare dhe dëshirën për fitore që nga minuta e parë. Goli i shpejt i Julian Gjinajt në minutën e 3 i dha skuadrës nisjen perfekte, ndërsa Lejdi Gjoka vullosi gjithçka në minutën e 87, duke i dhuruar skuadrës së drejtuar nga Sherifi Drizaj 3 pikë shumë të rëndësishme, por njëkohësisht edhe të merituara në këtë takim të luftuar. Kjo fitore nuk është vetëm një rezultat, por edhe një mesazh i qartë se klubi i Orikut është gati për sfidat e ardhshme, për t'u ngjitur në kategorinë e parë dhe se pikërisht për këtë gjë po bën gjithçka, duke dhënë shpirti në fushën e lojës. Oriku mori kështu një fitore shumë të rëndësishme, por vlen të theksohet se gjithçka sa i përket ngjitjes një kategori më lart do të vulloset në ndeshjen që bregdetarët do ta luajnë në shtëpi me luftëtarin e Gjirokastrës. Ajo ndeshje do të thotë shumë për skuadrën e drejtuar nga Sherifi Drizaj. Aktualisht Oriku mban vendin e dytë në tabelën e klasifikimit, ndërsa luftëtari është i pari. Oriku me 41 pikë, vetëm 2 pikë më pas luftëtarit që aktualisht udhëheq tabelën e klasifikimit. Ndeshje në radhës në kuadër të javës së 19 për kategorinë e dytë, Oriku do ta luajë në shtëpi, ku më 16 mars do të presë ekipin e Tomorit të Beratit.